Shkolla e mesme teknike në Gostivar sot i hapi dyert për semi-maturantët për t'u prezentuar atyre drejtimet dhe profilet arsimore, por dhe infrastrukturën shkollore në këtë vatër të dijes. Nxënësit e kësaj shkolle, të shoqëruar nga mësimdhënësit në përshtatje të veçanta për çdo drejtim, të ngritura brenda hapësirave të shkollës si dhe nëpër kabinete përkatëse, prezantonin njohuri dhe shkaftësi që kanë fituar ata gjatë procesit mësimor, duke ju dhënë semi-maturantëve një arsye më shumë që nesër ta shohin veten në bankat e kësaj shkolle. E teksa kalon nga një hapësirë tek një tjetër, pamjet ndalojnë tek një tavolinë të mbushur me medalje nga më të ndryshmet që dëshmojnë për suksesin e nxënësve të kësaj shkolle gjatë pjesëmarrjeve në gara të ndryshme. Mburen nxënësit, mburen dhe mësimdhënësit dhe thirrje e tyre për gjeneratat e reja është me Savion. Do me thëmë pjesën këtu, prezentojmë të gjithë medaljet që i ka fituar shkolla jonë për gara regionale të masumit, ku marrim pjesë gjithë shkollat e mesme profesionale. Besoj se shkolla jonë është opcioni më i mirë, nga që kemi shumë drejtime të ndryshme dhe me të vërtet dhe një profesional prej shkollës. Shkolla jonë është shkollë profesionale, ku kemi drejtime të ndryshme dhe arkitektura njihet si drejtimi më i mirë në këtë shkollë. Ka shumë aktivitete, ka edhe punë ku mund të argëtohemi, edhe profesionalizëm. Unë jam Tesa Selimi, jam viti i dytë në shkollën e arkitekturës dhe sipas mendimit tim mendoj se drejtimi jonë është një prej zgjidhjeve më të mira që ofron kjo shkolla. Arsyeja pse besoj se nxënësit do kenë hapësirë ta shprehin talentin e tyre, sipas domethënë ata që kanë talent për vizatim. Mendoj se është një zgjidhje shumë e mirë. Drejtori i Shkollës së Mesme Teknike Besir Saliu tha se janë 7 drejtime dhe 15 profile arsimore ku teoria udhton bashkë me praktikën dhe me të mbaruar 4 vite nxënësi është i aftë për të kyçur në tregun e punës. Realisht Shkolla e Mesme Teknike Komunale ka 7 drejtime arsimore dhe mbi 15 profile arsimore, duke filluar prej shkallës 2, 3, 4 dhe normalisht specialist shkallës 5. Të gjitha drejtimet janë atraktive, duke filluar prej arkitekturës, informatikës, grafik design, kozmetikës apo floktarisë, drejtimin e elektroteknikës me telekomunikim, teknikë energjetike, drejtime dhe branxhet e makinerisë, automekanik, teknik, makinerie edhe kështu me radhë. Lëvizjet e qelluara në drejtim të hapjes së profileve të reja arsimore arritën jo vetëm që ta zbehin perceptimin e dikurshëm se teknikja është vetëm shkollë e djemve, por sot aty vajzat i gjenë në numër të konsiderueshëm. Të gjitha drejtimet janë në hap me kohën dhe zhvillohen në kushte shumë cilësore, ndërsa për suksesin e tyre sot dëshmojnë shumë të rinje të reja të punësuar gjithandej e që mbajnë vullën e arsimit në Shkollën e Mesme Teknike. E për hir të së vërtetës, ish nxënës të kësaj shkolle sot i gjenë në krye të firmave të tyre private. Çelësi suksesi në shkollat e mesme profesionale, branxhet që i kanë dhe të rinjt dhe të rejet përgatiten për tregun e punës, pavarësojnë për jetën e vet me një drejtim apo një profil arsimor që do ta kryejnë në Shkollën e Mesme Teknike Profesionale, për shkak se kanë infrastrukturë, kanë kushte didaktike dhe mjetet përsosura bashkëore që besoj se do të jenë shumë atraktive. Megjithatë këtu ka edhe shumë projekte në aspekt dimensional të nxënësit tonë, siç janë projektet e Erasmus Plusit që kanë mundësi ta shërbisin gjithë Evropën. Ndryshe, Shkolla e Mesme Teknike rezulton të jetë ndër shkollat me kushte më bashkohore, jo vetëm në Gostivar, por në tërë Maqedoninë e Veriut. Aty është punuar në mënyrë permanente, si në aspekt infrastrukturor, ashtu edhe në aspekt të hapjes së drejtimeve të reja, që i kërkon tregu i punës. Andaj, sot kjo vatër e dijes jo rastësisht mban numrin më të madh të nxënësve nga të gjitha shkollat e mesme të qytetit.